Shqipëria avion të mbetet vitet e fundit atraktive jo vetëm për turistët e shumt, por njëkohësisht edhe për sipërmarrësit e huaj që investojnë në vendin ton. Vetëm gjatë vitit 2024, referuar shifrave zyrtare të Bankës Qendrore, janë 1 miliard e 584 milion euro investime të huaja direkte që u injektuan në ekonominë e vendit. Në raport të vitit 2023, këto investime kanë pësuar rritje në 92 milion euro, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Vetëm në 3 mujorin e fundit të vitit 2024, ky institucion thekson se sipërmarrësit dhe kompanitë e huaja kanë investuar 423 milion euro në Shqipëri, ku pjesa dërmuese ishte fitimi i riinvestuar dhe më pak injektimi i ri. Sektori i pasurive të paluajshme udhëheq investimet e huaja në vendin ton, ku vetëm gjatë vitit të shkuar u injektuan 379 milion euro në ekonomi. Fokusi i të huajve në këtë sektor janë blerja e banesave apo e bizneseve, kryesisht në Tiranë, por edhe në zonat e tjera bregdetare. Pas tregut të pronave si sektor mjaft tërheqës për të huajt, vjen industria nxjerrëse dhe ajo përpunuese, respektivisht me 214 milion euro dhe 173 milion euro investime. Të ndarë sipas shteteve që investojnë më shumë në Shqipëri, Holanda zë vendin e parë në renditje, për nga pesha investimeve direkte ndjekur nga Italia dhe Turqia.